Përshëndetje të gjithëve, lu zotin që t'jeni sa më mirë. Atëherë sot dua që t'ju prezantoj një feedback, por në fakt kisha dëshirë që ta prezantoja në këtë mënyrë, duke qenë se ka të bëjë me rastin e një fëmije të vogël dhe ju e dini shumë mirë se sa shumë i dua unë fëmijët. Dhe ka të bëjë me floçkat e bukura të bebi, të gocës së logël. Dhe përfitoj nga rasti për të shprehur admirimin tim për të gjithë mamat, të cilat sinqerisht admirim pafund për të gjitha mamat të cilat përpiqen jashtëzakonisht shumë, domethënë që të gjejnë produktet më të mira për fëmijët e tyre. Do ta prezantojmë tani pas pak domethënë me foto dhe t'tregojmë se si kemi kaluar nga fotoja e parë tek rezultati i sotëm në jo shumë ditë domethënë të përdorimit të produkteve Bio Bajanxhi, të produkteve të flokëve Bio Bajanxhi. Për të ruajtur privatësinë normalisht e një minorie të voçkël, detyrimisht që do të tregojmë vetëm pjesën, domethënë të mungesës së flokëve që kishte goca në këtë, sidomos domethënë në këtu ku shikoni, në pjesën këtu dhe sidomos në pjesën këtu. E shikoni vetë, domethënë mungesë e flokëve, e cila shumë shpesh na thuhet se ky flok i rrallë është thjesht gjenetik dhe që nuk mund të bëjmë asgjë. Por shkenca tregon shumë herë se bëhet fjalë për folikula dormante ose rrënj në gjumë që thjesht ka nevojë për stimulimin e dur. Ndoshta kjo është foto 2, domethënë ndoshta përpara përdorimit të produkteve të flokut Bio Bajanxhi që fëmijët mund t'i përdorin sigurisht pa asnjë lloj problemi, sepse janë 100% natyrale, 100% bimore, siç e shikoni, pra pjesa e flokëve të gocës është komplet bosh. Shikojmë dhe pjesën këtu. Pra, siç e përmenda, kemi të bëjmë gocat të gjitha analizat i kanë në rregull dhe kemi të bëjmë vetëm me atë që thash, pra folikula dormante, pra rrënjë në gjumë, të cilat nuk zhvillohen dhe që shumicën e rasteve që të mos përsëritem shumë i quajmë thjesht trashëgimi. Por shikojmë rezultatin. Dhe ja ku kemi arritur. Kjo është njëra nga fotot. Siç e shikoni këtu, kemi arritur që gocës t'i mbushen domethënë të gjitha zonat që i kishte bosh. Okej, këtu kemi flokët e kapura të gocës, prandaj është kjo viza këtu, se mos thoni pastaj që jo po kështu jo po ashtu, se e di që keni shumë qejf që të kapeni me rezultatet e Bio Bajanxhit. Pra në rastin konkret kemi përdorur një trajtim që bazohet ke biopërputhshmëria. Çfarë do të thotë kjo? Kemi arritur që të aktivizojmë mikroqarkullimin e skalpit për të dërguar ushqimin direkt tek rrënja. Kjo foto është pak edhe më e qartë, kjo është fotoja tjetër, sepse goca është bërë dhe me baluke zotit shqyr, edhe flokët e reja këtu. Ja, siç mund ta shikoni edhe vetë, flokët e reja të gocës këtu. Kemi stimuluar fazën anagjene, pra fazën aktive të rritjes, duke i kthyer flokët e hollë, pra ato baby hair, në fije të forta dhe të dendura. Mbi të gjitha kemi përdorur një formulë 100% bio, e cila respekton pH-in e lëkurës delikate të fëmijës, pra pa asnjë agjent kimik bllokues. Juve mund ta shikoni edhe vetë ndryshimin e gocës. Pra nga gjithë kjo që pam, besoj se kuptuam diçka që është shumë e rëndësishme, që kur natyra kombinohet me kërkimin shkencor, arrihet çdo gjë që mund të mendohet e paimagjinueshme. Kështu që produktet Bio Bajanxhi vërtet janë produktet e flokut dhe jo vetëm, por në rastin konkret produktet e flokut janë edhe për fëmijë dhe për të rritur, pa asnjë efekt anësor dhe me efikasitet 100%. Jam shumë e lumtur për këtë rezultat, më vjen shumë mirë që e prezantova këtu, domethënë tek klinika që ende nuk është hapur, domethënë akoma nuk jemi gati, se e di që kam shumë kërkesa sa i përket pjesës së klinikës që ta hap sa më shpejt e tjera për kontrollet dhe për gjërat. Por po e prezantoj nga këtu me buqin tim këtu lart
Dhe me sinqeritet jam shumë e lumtur dhe jam më shumë e lumtur që mamaja e gocës më shkruan se çfarë gëzimi ndjen kur prek flokët e vajzës së saj, që përveç se kam birë dhe nuk është më kjo pjesa bosh, ka arritur tek dendësia, ka arritur tek fortësia e fjes dhe të gjitha këto gjërat e tjera. Për mua është kënaqësia më e madhe që mund të ekzistojë. Faleminderit shumë dhe shpresoj që ti besoni natyrës, sepse është gjëja më e mirë që mund të ekzistojë. Larg kimikatet nga fëmijët tuaj, sepse mos harroni që fëmijët, lëkura e fëmijëve, flokët e fëmijëve, të gjitha këto janë si sfingjeri dhe thithin gjithçka që përthithin gjithçka që ju vendosin në to. Gjithmonë ju mendoni për më të mirën e tyre, por më e mira është ajo që ka krijuar Zoti. Pra natyra. Ju përshëndes, faleminderit për besimin.